krimet ekonomike të rënda, vjedhjet e tij janë të pakufishme. Dëshmon dhe njëherë domosdoshmërinë absolute e ngritjes së qytetarëve shqiptar me të gjithë dhe largimit të tij me të gjitha mjetet nga qeveria. Kreu i organizacë kriminale shqiptar më të madhe shqiptare Edi Rama ka kaluar haptas pa asnjë lloj kufizimi në vjedhjen dhe përvetësimin e buxhetit, fondeve të ardhurave dhe pasurive publike të këtij vendi si asnjë diktator tjetër mbi tokë. Jo, nuk ka një të dytë. Kam besim të plotë se shqiptarët do të japin atij shumë shpejt atë që meriton.